Katër personazhet janë ata që kanë të gjithë vëmendjen e shtëpisë, por edhe të audiencës jashtë. Fjalën e kam për Mateon, Brikenën, Selin dhe Gimbon, të cilët janë në këtë televotimin e bujshëm se kush do të shpallet më i preferuar i publikut e kush më pak, e më pas dy nga më të paktët do të shkojnë në këtë televotimin kok më kok për të martën, por deri atëherë situatat në shtëpinë mund të kenë ndryshuar. Ashtu siç po i shikojmë që Treshi për sheshi që janë bërë bashkë për të keqen atë shtëpi me sulmet Miri, Rogerti dhe Joela, ka një lloj tendence për të provokuar dhe për ta nxjerrë me zarf të zi Mateon, por ai që po e prek në tela ku nuk duhet është Artani, i cili nga dy aspekte, por se po ofendon si femër Brikenën, duke nënvlerësuar dhe duke e degraduar sjelljen e tij karshi saj, tenton të provokoj Mateon kjo për të nxitur situata dhe për ta dashur ata që ky fundit të dal nga shtëpia me thyrën e ndonjë rregullave si pasojë zarfit të zi, por e ka vërtetuar disa herë Mateo që nuk bie pre e këtyre provokimeve, pra qëndron dhe nuk ka nevojë për të tjerët për t'i bërë ballë debateve. Sipas sot paradite ku ishte Joela, Rogerti, Miri që hidhnin fjalë, diskutoni, debatoni me ngritje zëri dhe ishin të tre aty. E Mateo ishte vetëm pa dikë në krah për të bërë shok apo për ta pasur si një lloj aleati për këto diskutime që janë të vrazhda, që janë përsëritse dhe që janë lodhse për audiencën, por tregojnë që nga ana tjetër kë duan të nxjerrë ky Treshi, pra tendenca e tyre për të prishur këtë nominimin dhe pse është nominimi më i fortë deri më tani, pa shkuar se kush do të shpallen finalistët e më pas se kush do të shpallet fitues. Dëgjova Selin e cila u shpreh që do dal Mateo. Nuk mu duk në Terezie dhe vetë Selinën këto orët e fundit nuk e kam parë pothuajse të përfshirë në shtëpi, e kam parë këtu sikur është në një lloj gjumi, në një lloj përgjumje, në një lloj përhumbje, në një lloj frike, nuk e di se ku është Selin dhe nuk pa e nxjerr atë shpirtin luftarak që ka treguar në episodit e shkuara dhe përgjatë këtij Big Brotheri. Brikena po qëndron neutrale, nuk po bën asgjë ekstra, që është në nominim. Të njëjtën gjë po bën dhe Gimbo, për që përveç se u sqarua me Mateon dhe i dhan dorën njëri tjetrit, e kjo gjë u festua në rrjet ku dyshja Mambo u bashkua dhe tani më shokët kanë gjetur një lloj mirëkuptimi duke lënë pas të gjithë intrigat që mund të sjellë vetë loja. Mateon po shikoj në këto debate më aktiv dhe të pandashëm dhe sigurisht që nuk rrezikon nga ky nominim ai dhe Selin, por duke mbetur tek skenarët. Pra çfarë përflitet që mund të ndodhë me këtë kacën që sigurisht i duen ende formatit, i duen ende loje, se kanë ende situata në atë shtëpi që mund të prodhojnë dinamika dhe mund të prodhojnë tensione, por për sa kohë shikoj një Gimbo dhe një Selin që nuk janë shumë të fokusuar në këto debatet e forta apo në krijimin e situatave për të nxjerrë në pa që ne jemi ende të vlefshëm për këtë lojë, mund të arrëzojë një skenar që thonë që mund të dalë Brikena dhe mund të ketë një bilet kthimi, që për sa kohë banorët që janë në këtë televotim nuk po tregojnë diçka ekstra më shumë dhe po janë në ujërat që kanë qenë, për mua ajo dyshja që mund të shkojë në nominim kok më kok mund të jetë Brikena dhe Gimbo. Po çfarë do t'i ndryshojë lojës nëse do dal Gimbo? A do të jetë Selin që do të afrohet për të bërë debate, për të bërë diskutime, për të bërë provokime sërish me Mirin? Për mua do dali shumë e humbur nëse do ta luaj këtë kartë, nëse e marrim të mirë qenë që do dal Gimbo, se është ajo që është shprehur e bezdisur, që është shprehur, le të themi, që ka marrë goditja apo që është tradhtuar në këtë lloj situati që ka pasur me Mirin dhe që është ndjerë e përdorur, që ky fundit nuk i ka respektuar dhe nuk i ka vënë pikat mbi i dhe ka ushqyer edhe më tej lojën brenda me ato pyetjet që bën apo me provokimet që bën karshi krevatit të famshëm që u ngjith që nga dita parë, e çuditshme se si Kristi ngjisi këta të dy e më pas edhe kur e thirri Mirin tek shpella sërish Kristi, pra ka diçka që nuk shkon këtu, është një dorë e produksionit që e ka dashur sigurisht këtë narrativën e këtë thyrjen e tabus që e kam përsëritur dhe nuk dua ta them se është diçka që ka qenë që në ditën e parë të Big Brother që një burr i martuar të ketë një lloj
ndjenje për një vajzë më të re dhe kjo zgjodhi djalin moshatar me të për të krijuar një love story. Por nëse del Brikena, çfarë do të humbasi audienca? Sigurisht që do të humbasi për të parë një rrugë që mund të shkojë drejt një finalizimi, një dasme dhe një lloj lidhje që audienca dhe fansat besnik të Mateos dhe Brikenës, Briteo e presin nga dita në ditë, afrimet dhe përqafimet e tyre. Afërsia e Brikenës është më e afër tani, ajo ka fituar një lloj besimi tek Mateo, gjë që nuk e ka pasur në fillim dhe është graduale në proceset që ajo bën për këtë raport të krijuar me Mateon, që e ka shprehur pëlqimin, por nuk ka shprehur që ka ndjenja apo që të shkojë një hap më tej që mund të krijohen, siç nëse do dali Selin, i bie që Miri, Rogerti edhe të tjerë aty që ushqen me goditjet apo me sulmet apo me informacionet nga jashtë apo me këto pikpyetjet, a ishe ti që ketë të njëjtat ndjesi dhe për Mirin, pra tre banor, Joela, Rogerti dhe Miri, nuk ka me çfarë të merr, por se do haj njëri tjetrin. E nëse do t'iki Mateo, i bie që debatet që ka Miri, debatet që ka Artani, debatet që ka Joela, debatet që ka Rogerti, me këtë do t'i bëjnë me ata që janë në gjumë, prandaj mendoj që do dihet për të gjetur një lloj zgjidhje, e nëse jo, mbetet për të parë pastaj të martën se kush do t'iki dhe do t'i thot ciao aventurës Big Brother. Do doja të dija dhe mendimin tuaj se si keni parë deri më tani këtë kaçe që është në këtë televotim të fortë dhe se kë doni ju të shpëtoni dhe kë mendoni ju që nuk i duhet më lojë se nuk ka se çfarë t'i jap më, po më kryesorja është edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.